sot shkon edhe vajton me mindil në dur, në qatë kuptim, që tha do të shkojnë e tha do të propozoj të organet e partisë, kur të kemë mbledhjen në këshill atje, ata apo ma pranojnë ndërheqjen aju. Pra, është ju kriju një klim në cilën apet zotri Abdi Gjiku mund të jetë kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Dhe kjo nuk i konvenon kërkojna më shumë se zotrit Albin Kurti. Zotrit Albin Kurti konvenon një profil i zotrit Lumir Abdi Gjiku, por edhe zotrit Bedri Hamza. Respekt për të dy, nuk kam kur gjë kështu mirë, po politika e tyre nuk është politikë sfiduese ndaj zotrit Kurti. Sepse ti nuk mundesh me sfidu zotrin Kurti me dhona të cilat i mbesin vetëm në studio televizive. Zotrin Kurti e sfidon kur del edhe e nxin sheshin e Prishtinës. Me veprime konkrete. Me veprime konkrete, siç ka ardhur në pushtet. Një njeri i cili në pushtet ka ardhur me polarizim, ai nuk largohet pa polarizim. Unë shpesh e kam përdorur një fakt interesant, i cili këto po e tham për qytetarët. Shoqëria jonë është polarizuar, ka filluar të polarizuar kur zotri Kurti ka qenë në opozit, polarizimin maksimal është duke arrit kur ai është në pushtet. Imagjino, zotri Kurti është në pushtet që 7 vjet pothuajse t'ju zvarrite me plot probleme, domethënë, vazhdon me polarizu shoqërinë. Dhe ky polarizim ka pas rritje masi që ky ka ardhur në pushtet. Dhe partitë opozitare dalin edhe shkojnë e quajnë ndalon gjykatë kushtetuese, ku nuk kanë arrit asnjë kauzë me ndërtu, me ju tregu qytetarëve të Republikës Kosovës që gjykata kushtetuese nuk është e jonja. Zotri Albin Kurti, absolutisht ju, po ta përfundoj, zotri Seva edhe në fjali e kam ta përfundoj. Shumë mirë, po e thot opozita i ka fajt. Unë jam të tregu. Tash, kur në momentin kur ty zotri Kurti ta ka sulmu United States of America, që i thonë këta, State Departmentin, do më thonë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kur ky, aty që sulmu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Kosovë me dal një lider, edhe me thonë unë nuk pajtona me Amerikën, për kur gjë heq, gjallë në rritim të popullit. A di kur e sulmante ndikimin Amerikan në Kosovë, kur ti thushune, pajtona me Amerikën, por ju për të gjitha gjëra. Që kjo në Kosovë nuk guxon me ndodhë. Në momentin kur ti thu qështu, e legjitimon sulmin ndaj amerikanëve. Në momentin kur thu gjykata kushtetuese nuk është i marrë vendime duhura, del çifti Dimal Bashës që ka probleme me shkrim e me lexim, është përfaqësuesi më tipik i analfabetizmit funksional në Kosovë, del edhe ato postimet e veta i bën me ChatGPT, domethënë shive që ai idenë ja bën edhe ChatGPT-ja vet atina, sa si ide nuk ka, domethënë kështu shkrimet e tij para se me dal çati aty, del çifti i tij e sulmon mësimdhënësin, çifti i tij e sulmon gjykatën kushtetuese, na që ky shteti i ka bëjve jemi zotëri nderuar. Ndërsa partitë opozitare vazhdojnë me flajt, vazhdojnë me dalën për studio televizive me disa letra, me të cilat dalim edhe ne me statistika, por nuk kanë qenë gjendje asnjë protestë popullore me thirr kur sulmu gjykata kushtetuese, asnjë protestë popullore kur është fy inteligjenca qytetare të Republikës Kosovës, asnjë protestë popullore. Gjykata kushtetuese nuk është e opozitës. Gjykata kushtetuese është e Republikës Kosovës. Tu ka sulmu shteti, në momentin kur sulmohet garanci i shtetit ti si parti shtet ndërtuese. Partia Demokratike, Lidhja Demokratike janë parti shtet ndërtuese. Që kur u hartu gjykata kushtetuese, njerëz të tyre kryesor kanë qenë aty. Do të më dalë me mbrojt shtetin, jo me bë politik, po me mbrojt shtetin. Kur shtrejtohet rryma që tha besniku aty, që duhet me dalë me mbrojt qytetarët. Nuk ka politik, është lufta me Albin Kurtin, nuk është luftë politike. Normale, sikurse PD-ja me LDK-n. O lufta me Albin Kurtin është luftë jashtë dimensioneve dhe rregullave të lojës. Politike. Ky njeri është njeri autokrat, i cili komplet kauzën e tij e ka antishtetrore. Ky zotëria nuk u dal me tregu qytetarëve të Republikës së Kosovës sa një shtetin apo nuk e njeh. Na e kemi këtë problem. Dhe nuk është më çudit kur ky e sulmon gjykatën kushtetuese. Pastaj nuk është rasti më çudit kur ky del edhe prej folturës parlamentit të Republikës së Kosovës i apostrofon edhe i sulmon prokurorët e Republikës së Kosovës. A dim pse? Për shkak se ka probleme ligjore edhe ka probleme me hajnie me korrupsion. Ky edhe rryma ushtrejtuar edhe investimi amerikan që kanë posë për energji është bo me qëllim që me nduhet që ka që pënduhet, sepse kë nuk o dalë me dhonë llogari qytetarëve të Republikës Kosovës, gruaja ati për këpunën edhe që ka sërullotet në për Beograd. Për shkak se ka lidhje kjo problemi opozitës. Që kjo problemi opozitës i nderu. Opozita duhet me mbrojt shtetin nëse ka qenë shtetë ndërtuese. Armend, është problemi tyre, Armend. Nuk ka kuptim me hynë personale as ajo është problemi tyre, dëgjom. Jo, është personale, se ajo nuk ka funksion politik, se që nuk...
veç një moment. Nuk na takon neve me marrë pozitë zyrtare. për bashkëshortën e deklaru askujt. pasurinë, jo, veç një moment. Do të me deklaru pasurinë, pasuria është personale, po kur ki pozitë zyrtare, ki me deklaru pasurinë. Kur ti ka, po, duhet me deklaru pasurinë. Kur je kryeministër i Republikës Kosovës, ti do të me deklaru edhe aspektin tanë familjar. Familja jute, a është të jetu në Kosovë të i pagu toksa? është çështje personale, është çështje personale. Është çështje personale. Jo, është personale. Kryeministri i vendit, është personale. Personale. Po mol mi avu dhe fort se del shet patriotizëm. Sa më me kollë pa martu krejt, është drejt e ti. Mirë, po në Amerika, më mu bo presidentin nëse nuk i martuar, nëse nuk i familje në rejtë. Nuk mundet mu bo se ka kufizime. Të na mundet mu bo dhe i fitën zgjedhjet. I fitën zgjedhjet për arsye se jo, edhe për opozitën e lëdh, edhe për shumë arsye tjera. Na jem sot më fol për do tema, më fol praktikisht. Që të për që propozëm, për zgjedhje e presidentës, që tash e ki. Si duhet tjerë. Tash opozita i ka dy mundësi. Ose me votu, ose me shku në zgjedhje. Ose me shku në zgjedhje. Duhet me shku në zgjedhje edhe këta. Çka duhet me bo sipas tejes do t'i Ata duhet me Po jo me qitë strategji. Duhet me mot interesin mas pari, interesin e Republikës së Kosovës. Pas ta interesin e institucionit. Kosovës nuk ka interes. Interesin, mirë. Shteti s'ka interes. Interes ka kumë, që pronari i aparatit. Ka telefoni interes. Unë kam interes. Shteti i Kosovës ka interes, Shteti i Kosovës janë krejt institucionet, krejt që ta njerëz që jenë pjesë e tine që ta e përbojnë. Nuk është shteti aparat, Nuk është shteti veç aparat. Tërësia e mekanizma dhe institucionet e përbojnë shtetit. Tërësia e mekanizma dhe institucionet është, dhe më thonë, në konglomerat institucionet. Jo, po, nuk mund është, qysh mund është me folë si jurist, me thonë, një aparat ka interes. Që kë telefon s'ka interesa. Interesi i shtetit e Republikës së Kosovës. Jo, po, unë kam interes që kë me funksionu mirë. Unë kam interes që kë me konë ma funksional, që kë me konë ma i fort, ma më kry ma shumë punë. Kë s'ka interes në vetë vete, se kë është aparat. Dhe më thonë, pronari i shtetit, në botën moderne, nuk është perandori, nuk është sultani, nuk është kombi. Kombi ka interese, shteti nuk ka interese. Shteti është veç aparat, është në funksion... Shteti janë mekanizmat, shteti është mekanizmat cilë e bojnë funksional ose jo funksional një vend, dhe në rast se na kem interes. Mi pos që ta mekanizma funksional, ose jo funksional, ose me prodhu një rezultat tjetër, muj me ardhë deri të votimi ose mos votimi. Për arsye se na krejt individualisht, muj me pas... Po pse mërë nuk du të më guxu opozita më shku zgjedhje? Pse nuk du të më guxu më shku zgjedhje? Opozita s'mund të ketë rezultat ma të ketë se sa ka pas. S'mund? S'mund të ketë. Jo. Nëse vazhdojmë me mund edhe me pos. Te LDK mujna me diskutu. Për te i qësoj. A qëfar presidenti i vynë Kosovës në krejt, këtë polarizim.